Një konkurs me recitime dhe krijime nga nxënësit e shkollave nëntëvjeçare të Pogradecit u zhvillua në kujdesin e qendrës kulturore të fëmijëve. Në aktivitet merrnin pjesë shkolla Gjok Shqiptari, Kozma Basho, Esade Muamer Minarolli, Kolkoci, Koligusho dhe shkolla e Leshnicës. Grupmosha e konkurrentëve varionin në këtë konkurs, i cili duhet përshëndetur për organizimin e tij nga iniciuesit. Materialet e recituara ishin ese të krijuara nga vetë nxënësit, por edhe pjesë të letërsisë shqiptare dhe asaj tuaj. Konkursi u zhvillua me herët brenda vetë shkollave për të arritur tek 4 më të mirët e çdo njërës prej tyre, sqaron për televizionin Sot 7 instruktorja e letërsisë pranë qendrës kulturore të fëmijëve Pogradec, Eva Qirici. Çmimin e parë si krijues në ese e fitoi nxënësi i shkollës Kolkoci Gabriel Bice dhe çmimin e parë për interpretimin e poezisë e fitoi nxënësi i shkollës Gjok Shqiptari Kristin Komato. Me lumturin që ndëroje të gjeja, ti unisa. Në po ku të shkosh, ti dëshpërohesh, qënë, ti, refugjati për licur.